ta shndrojmë Prishtinën në vendin më të jetueshëm në Ballkanin Perëndimor. Shtylla e parë ka të bëjë me stabilitet, rend dhe siguri. Plani i alternativës si subjekt i liberal i qendrës, pra piknisjen e kemi nga lirit maksimale individuale të qytetarëve, nëpërmjet të cilave zhvillohen lirit edhe kolektive edhe individuale, dhe kjo është rruga për me zhvillu talentet shumë të mëdha që i ka populata e jonë. Dhe me këtë synim, për vizioni kemi qitë vetit që ta shndrojmë Prishtinën në vendin më të jetueshëm në Ballkanin Perëndimor. Pra jeta, dojmë Prishtinën ta bëjmë të jetueshme ashtu si ke edhe ti vizione për Prishtinën, edhe që ta bëjmë të jetueshme, i kemi përcaktu 5 shtylla, po këto 5 shtylla kanë shumë traje. Shtylla e parë ka të bëjë me stabilitet, rend dhe siguri, shtylla e dytë ka të bëjë me mirëqenie dhe shëndetësi, shtylla e tretë me arsim, sport, turizëm, më pasaj kemi artin, kulturën, dhe në fund kemi infrastrukturën dhe shërbimet publike. Pra në këtë fushat të gjithë po flasin vetëm për këtë të fundit kryesisht, në më donë për infrastrukturë dhe shumë pak për shërbime publike, po kjo është në e pesta në shtyllën tonë. E pra, kur flasim për stabilitet, nuk mund të ketë tërheqje të investimeve apo vetë realizim të rinis nëse nuk ka stabilitet. Ajo dhe më thonë depozitimi i bordeve, ajo dhe të thotë që rrugët me qenë sigurta për biciklista, ajo dhe të thotë që të jemi të mbrojtur prej qendve e ndacak e tjera. Në shumë shpejt shkoj koha, po kemi shumë plane. Shkoj, do t'jeni kohë me fol,